rubrika Pulat e Robertit nga Hepsi. Kjo është më e mira se edhe hajmë edhe aktrojmë. Si ti edhe hajmë ku e qove dorën? Edhe hajmë se në të një. Ai hoste unë nuk e vrejta çabunat. Edhe hajmë se? Po edhe hajmë po. Ishte kështu figura artistike. Ato shumë miren ato bombicat, a i thunë edhe ju bombica ato trumullaktat që me kokos. Po. 6 bombica. Porosia. Në base 4, këtej nuk e di nëse do i qunin bombica, apo jo, mam, duke parë... Jo, po, quesh, mam. Quesh. Thank you, ma. Je knaqër. E knaqë si janë, po s'ka që, do të qoj prapa atje. Do ve në nivelin se s'bën. Ja, se shumë mira i ka. Se bëshaka. Bombicat. Hepsi, faleminderit që je me neve. Pulat ma fresh në herë, në gjdo pik të Hepsit, ku të shkoni njëjtë është shia, edhe kvaliteti. Ama në aroma ma o qitrurin. Aroma, po. Disha. Përdorim shumë. Faleminderit shumë. Heps, bravo, që e kemi prezent. Ofertën Hepstive, do me thonë Heps Festive, tash pas kërshëndellave, mune me porosit këtë ofertë. Me pika treja edhe me shumë oferta treja, shkoni në Heps se nuk keni mu pendu që keni shku. E na po fillojmë, kush është i pari, i futet? Kush? Sa lirje, pëse me të për me? A shkojmë, se Roza, edhe njerë pe përmeni këtë punë që këtë rubrik e ku marrë nga Roza, se shumë më ka pëlqy, edhe i kum tregu. Thash, po ta marrë. Edhe e ke lujtë shumë mirë. E ke improvizu shumë mirë situatën. E bëm si kur të mori Rene në telefon edhe ta po ngacmo një qunë. Bravo, po e pas ke mojt men, po. Jo. Thash, me të ngacmu, ka drejt, po jo me të bo diqka ma shumë me të prek me dora diqka, po. Bravo. Kanë pëlqy shumë fare qëndrimin. Me humorin. Ate bën Roza e pore. Hajde ti. Unë e kom Për rritën e kja. Hajde se Rita. Hajde, leta nëzirë situatën me rritën. Hajde. Me spes janë këto, apo kështu koti? Ti e di vetë, ma. Kuptova. Rita, po të rosin nga një shtëpi filmike të luash në një film, ku do e kesh rolin kryesor. Po, edhe mes tjerash do të kesh edhe një skenë të nxehtë dashurie. Si përgjigjesh? Të nxehtë dashurie, të nxehtë. Çfarë thot nxehtë erotike? Dakor, jam, nuk heqim në një gjë. Po pritëm Na ta direkt. Po, që është duke të singru që thujmë ne, Po, po. më tharë se isha të përgjigjesh. Le, t'ja plasim zemrën. Dhe me thonë, përveç rolit kryesore, ka dhe një pjesë. Një skenë të S'ka problem, s'ka problem, unë të menageri kësaj. Faleminderit shumë për vlerësi. Ua, sa bukur me emocionove vërë. Si isha o pasaj? Po e kuptova, jam shumë të filmi e disë s'po më besoj. Po pasaj, ka një, një skenë të nxehtë dashuri. Tani, më trego pa kur bëhet fjalë për filmin, si ko. Me thënë, para viteve, do me thënë atë ko, apo në këtë ko, se unë tashi, para atyre viteve do thoja që më vjen shumë kej zotri, po nuk mund të mere me kështu rolesh, sepse nuk i përkas këti lloj aktoresh në atë ko. Tani, sa paguani, më falë qip? Sa paguani? Po, do jeqë sut, jo, mirë me këmishësi për, i lëshoju, nuk ka gjë. Po jo këshu, me një gjë të ho, po e mund të bëj, po e bëj dhe atë. Po këshu, mos bënis, jo, me seks, vetet shumë, të vetet, jo, të përvëllon fare, po, s'ka në një gjë. Vëm një ty muse atje, bën tjetër, ato i rrit ati. Tregesh mi. Tani futim një tjetër atje, ti edhe... Po, si që e bën gjithë bota o buri dhe, se nuk bëjnë aktoret e vëdhaja asë njëherë në botë. Janë të tjerët e del koka, koka asaj. Po, pikërish pra shumë. Vajt nga zarqi deri në sa. Mund si me në një plak të lodu. Jo, tjetë që ki mbaruar. Vetë mundi ati punoj, gjithë tjetër jo. Jo, mos ketë fuqia jasë të dominoj unë, po, kuptoj. Jam shumë dakord, po. Të kam mu flu me kështë të apatame. A mo tani ti e disi është mashtrim, është kjo punë arti i mashtrimin. Po, e kuptoj. Jam shumë dakord. Vetëm numëroj ti, sa do them unë. Zerot, okej? Bylle, okej, faleminderit shumë u bë. Mirja, bole.
Ku që sikleti e kisha këtë telefonat? Shumë, për zotin e... Aktor profesioniste, mami. Për një moment me Po, ndova unë e që kisha për një me është siklet. të folja, për shumë E kisha shumë siklet këtë telefonat. Mami është aktore me diploma, ma aktrimi është aktrim. Së më intereso. Atere, Tha, ofin e tha e Me- bëj unë, tha... Fofa, koka, asaja, është tjetra atje. Ti kujton se është Rita, jo asnjëherë në botë. Është Julia Roberts, asnjëherë në botë. Gjithmonë Julia e kanë- bën po. asnjëherë. Ati është një tjetër, kapet një kështu, edhe ti bën Po, s'pranojnë Apo nuk ka shans. mami ka një shprehje shumë të bukur me të cilën më ka rritur në televizion, dhe më ka thënë, ke që mami, televizioni është një mashtrim i vërtet. E vesh veten me varak, edhe shitesh sikur je vesh me Flori. Po mashtrim është më. Kështu që, Është shumë. E vërtet është vetëm kjo live që ti shikon. po, kjo është live, po. Pasaj Shka preket me dorë. Kjo është live edhe u me zi po përës që ti haj këto vdiqa për më të ndaj kjo era. Të tjera të Patjetër. mami, pasaj televizioni ka marketingun e i shef gjërat bukure, shkëmbuja lëng. ka dhe gjëra koti që i shesin bukur dhe zgënjerë njerëz. Dhe bëjnë me radhë. Kush nuk të zgënjen kjo që e shef live? E vërtet. Roza, për derisa je në emisionin Robi Plakët kur do vetë, po të thëret nëna, mami, dhe po të thot nëse shkon musafir të Robi, do kesh pun me mua. Ndërko, unë jam në studio të Robi. Apo jam rrugës? Rrugës je, po, edhe kjo e ka kuptu që ti e duke nisi, ka thonë dikush edhe aty. Unë jam rrugës duke shkuar. Po, që mami, sa të shpejtë nona që ishë këpërinë të Ka të punë e telefonit. Me duha për kush janë a një zë, Andreja. A doni një pas e më Po, sa kush janë shpejtë një e kapi, zë? po. Hajde, mami. Atere. Alo, hëma. Po më more para gjysëmore ku isha. Jam gjysore më matan të rrugës. Po iki për Prishtinë. Jo, të Robi, jo. Po të Robi kam gjiru dje. Po është gjiruar dje, ma është gjiru. është gjiru. Po ti qamë shërë që ta postoj një Instagram unë mamë, se unë nuk doja ta shifni njerëzi se na marim sysh, po ta postoja para koje që isha të Robi. Po u vajta të Robi, kemi gjiru, ka dalë shumë bukur, Santiana një yll, qa ke tani? Jo, po i shkojnë Robit ato. I shkojnë Roberti, po s'ngacmoj qikës është Roberti, prandaj bën diferencën me emisionin e ti, nga gjithë të tjerët, mamë. Pastaj, duhet të kesh shumë mendere që të flasësh, dhe të kesh guximin të flasësh dhe të shkoj. Robi është shumë i talentu, mame, ti e di, edhe i shkojnë ato fjalët, i shkon humori, është artisti, ka të gjitha. Jo, s'më kanë ngacmu, më kanë ngacmu Santianën, jo mu. Jo, pa merak. Ka për të pëlqy shumë, unë e gjërova dje ato, u kryta, njëse kthe do të mrapsh, ma bëj halal, mam. Okej, mirë, I se po mbi telefoni tjetër, Ika, hajt, puq, mos ki merak. Mërzitët, mami. Aktore, mamit. Po, për zotin. E kam po këtë edhe këtu- Prandaj se i lash të bëret aktore, se a kam dhënë diplomën. Po, E kam bërë aktore. shkenca politike për atë. E kam lind aktore, që duhet aktrimi, ja aktrimi, Po, bravo. definitivisht talentin e ka prej teje. Shiko, shumë herë ja kam bërë kështu muhabetin, kur s'ka dash bëjt diçka, edhe më ka thënë mos e bëj, unë e bëra djatë, ndërkohë kam qenë duke shku për ta bërë. Vendaj e bërat një të skenë. Jetoja shumë gjëra, kur shumë ke mashtuar gjithë jetën, bravo. Falma. Shumë Edhe gjëra për që ke bërë, tatuazhet, mam. për shembull. gjëra Postoja, që bëja tatuazhin unë, edhe e postoja në story, mbrapa sa po e kisha bërë. Qa ke bërë ti, e ke bërë tani? Jo, ma është bërë ajo. I ketë bukra, rozës i rinë mirë dhe po. Stash. Kush me bon? Të lexoj unë? Apo më lëri për fund? Ajde po. Hajt. Roza pyet Robin. Robi, të thëret në telefon një djalë i cili flet sikur femër dhe të kërkon të dalësh me të një natë. Ti, ndërkohë e kupton që është djalë, edhe ti je ai që ja luan lojën atij. Për mira për... Ti ja luan lojën e vetëm, me thënë, ideja është e vë dhe më shumë në siklet. Ai po përpiqet të flirtoj me ty dhe ti do bësh edhe më shumë në siklet që ta zbrapsësh. Ai thot bobo me komor. Është shumë vështirë këtë aktros, sepse vje shumë largë gjësë. Prit, mos e vej në sfidë, po e Shumë sfidon. vështirë, sepse është shumë me vështirë. Është karakter. Alo? Po? Po më ke marrë në WhatsApp. Apo del aty RB. A je eftofona se pak e pas ke zoni? Jo, mu më pëlqenë femnat që e kam pak zonin kështu si matë shterën që thujmë në Kosovë.
Me dal, pa tjetër. Pse jo? A për pune ke diçka, po kështu? Po të pëlqejsha? Nuk e dija mi ke po intervistat kone e fundit, po. Jo në emisionin tem, po në këto intervistat tjera që kom dalë edhe në Shqipni edhe në Kosovë, e kom tregu që jom gej prej që 6 muj. Jo, s'kan qenë ato kështu. Po e kom pranu dhe vetë edhe nëse ki na i vlla, s'kish pas problem, po me femna që 6 muj mo... A femën, a moshkull ku ka, po ma mur menja për shal zotin. Jo zemra eme, që ki na i motër, a qik tezës, ti qi me ren, ama ty zemra eme jo. Qa me ndoj për juve? Pollet e qien ore për në të përqa. E ke pat intervistën në Tiran. Po qa më intereson më pollet? Po që pun ka mund? Po që pun ka mund? Ka mund me ta, po se cili... Zemra eme. Bëtha jote bët shka dush me ta. Zemra eme, po. Unë se di pse po menoni që ashtu, mas pari zonin e kom taman burë. Prodhej qatë shumë testosteron, do me thonë, unë s'kom kundër juve kur gjëheq. Po qatë shumë i du femnat, po bravo, pas ke thirë veç me mani zonin, Ani. Ani, po unë e prap motra të qifsha. Qau. Po dhe, s'di une, a do këna, nashta i kanë qef pa kështu. Jo. Je shumë mashkull, më shumë se që duhet dhe mendoj që ka bërë një loja i ti. 100%. Se da je di shumë mirë që nuk është Robert Berisha 100%. gjikundi. Shiko, e di si është puna, dashnia është e rëndësishme. Mu për vetës më ka ardhe keqa asë njëherë nga njerës që kanë dasht. Se kanë dasht seksin e kundërt, se kanë dasht seksin e njëjtë, se kanë dasht zotin dhe janë fut kishës, se kanë dasht pemën, se kanë dasht... Thjesht njerëzit që dun janë njerëz të mirë. Dashnia në çfarë do lloj mënyre, çfarë do lloj gjëje, po të dush, je njeri i mirë, mu për vetes kush ma ka në kuptimin e intrigës, kush më ka lënë du, kanë qenë njerëz që s'kanë qenë plotësuar, që s'kanë pas dashni vetë, edhe jam shumë pro nëse njerëzit duan, çfarë do lloj race, ideje, krahine, feje, gjinie. Dashuria shëron gjithçka. Është vërtet, unë e bona si kështu Absolutisht, punë po duhet ta shoh, se bënim unë edhe që këtë 3 fjali. muje me një qunë, edhe është 22 vjeçar, se gocat po flasin. Po flasin E bujnë të gocat. madhe në për qytetë, apo. Ai quni mirë ka qëllu s'po flet. Po, që bile ky kameramoni këtu është. Më falë, vllaç, se e bona lajm. Santiana është gjërava jote? E rada. Jo, s'kom. Ti s'ke, a? S'kom kësi Po, Rune. se kur jemi... Ne kishte meritën vetëm. Ja, Ti s'ke tepër. për t'i lexuar Santianës? Ska më Ja, një ja, vetë. ja. Ja, se 4 bonë shumë edhe qaq mu të kumbone me shto teme, kështu që s'ka nevoj mo. Të dhirë për krenar. U knaqëm, ju rujtë Ja, zoti. zakonisht. Shqyqyr që e ke momin edhe ta kësha pos këtu, kreti kësha dhonë. Do me thonë, sa mirë që edhe po punoni bashk, Faleminderit. edhe duje, sa e kemi qështu të bukur. Desha të toja që vërtet unë ndjeva shumë mirë, pak duke ditë stilin edhe mundova të përshtatesha, të dilja pak, do me thëmë, dhe dola pak nga Rita, se nuk... Me gjitha të, ta bëj halal për emisionin që bën, për kënaqësinë që jep njerëzve, për dashurinë aq të madhe që ti e mbartë dhe e transmeton, ato mesazhe aq të bukura nëpërmjet atyre nga po është një gjë që e them me shpirt tani si artiste, që ty të shkon edhe ja t'jap dorën. Faleminderit. Prej puntatës të parë, gjithmonë kam kërku falje. Kjo është një late night show që fillon në orën 11:50. Prandaj dhe bëhet në ato orë. Edhe fëmijët janë në gjumë, kështu që ma bëni halal. Santiana herën tjetër kur të më ftosh, nuk do më pyesësh kush është mashkulli më seksi i Big Brotherit, po do më thosh i krejt shqiptarëve sepse është Robert Berisha. Dhe Robert një Prandaj gjë. do shkoj në Robert. Robert, dhe po të gjosh emisionet e vona në përbot, emisionet e vona, me thënë, në Amerika, Anglie, krejt, humori... Francesë, angles, gjerman, krejt Humori edhe do po. duket aq thjesht dhe i zakonshëm, zhargoni që përdor Berti, sa nuk duket asnjë përpara të dëgjosh
Mi kanë përkthy një herë, kanë të nuk ka mundësi. Po nuk ka mundësi. Kështu që hes përpara, shiko punën, dikush që nuk hop e kthe, s'ka asnjë problem. Se pëlqen Rita hop kthe kalot e tjetra. Definitivisht. U knaqëm edhe iku qaq shpejt. Do i hajmë do tani? Po tash kena me hongër. Kënaqësi shumë e madhe. Sa gjonat kena me hongër. Komplimenta Santiani, po mos haroj Santiani që ta zbukuron ai shumë emisionin. Vaj shumë e komun, ta mban edhe humori, si themi në Shqipëri, ta mban. Ishte lëvizje dur që ishte Santiana E këtu. mban humorin. Me të nuk e lëshon edhe. Prandaj më pëlqeu shumë si artiste e lindur. E kam komplimenta. E kam cis të djathtë, që thonë dorë djathtë, atë ta përshkruaj shumë po. Dora djathtë ime është cica ime e Po djathtë. me qefi shumë, shumë. Ju duam shumë urime festat e fundvitit, Zuar, diaspor.